Bismillahirrahmanirrahim. Allahun e falenderojmë. Përshëndetjet tona të sinqerta mbi vullën e gjithë pejgamberëve Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, dërgojmë mbi familjen e tij, mbi shokët e tij dhe mbi të gjithë ata që ndjekin dhe pasojnë këtë rrugë deri në ditën e Kiametit. Të nderuar vëllezër, vazhdojmë mësimet tona shoqëria që ndryshoi botën, i dërguari i Allahut Muhammedi sallallahu alaihi wasallam dhe shokët e tij. Të nderuar vëllezër, kemi ardhur tek hadithi i 10 apo tregimi i 10 që bëhet protagonist i këtij tregimi sahabiu i nderuar Imran ibn Husein radhiyallahu anhu. Para se ta lexojmë hadithin e pejgamberit alayhi salatu wassalam, siç e kemi zakon të tregojmë pak për transmetuesin apo personin i cili është pra kyç në këtë ndodhi. Ai është pra Imran ibn Huseini radhiyallahu anhu. Imran ibn Husein është i biri i Ubejt ibn Khalefit, shok i pejgamberit alayhi salatu wassalam. Imrani së bashku me babën e tij, po ashtu dhe Abu Huraira radhiyallahu anhu, kanë pranuar Islamin të njëjtën kohë dhe Islami tyre ka qenë pak i vonuar në vitin e 7 të Hijretit, pra në kohën e betejës së Khajberit. Imran ibn Husein, pasi që kishte pranuar Islamin, ja kishte bërë vetës së tij një kusht, pra ishte zotuar dhe ishte betuar, duke thënë se që nga dita kur dhash besën të dërguarit të Allahut, nuk e kam prekur apo nuk e kam përdorur dorën time të djathtë përveç se në çdo vepër të mirë. Edhe pse Imran ibn Huseini ka hyrë vonë në Islam, mirë po ai ishte shembulli i devotshmërisë, shembulli i sinqeritetit, saqë në sy të njerëzve dukej se është prej të parëve që e ka pranuar Islamin për shkak të devotshmërisë të madhe që e ka pas ky sahabi i nderuar. Devotshmëria e tij dhe sinqeriteti i tij ka bërë që ai të çante shumë dhe kishte frikë Allahun e lartësuar, edhe shpeshherë thoshte do të doja të isha hi që era më shpërndante. Omar ibn Khattabi radhiyallahu anhu e dërgoi si gjykatës në Basra në Irak dhe si mësues së fesë, derisa banorët e Basrës betoheshin dhe thonin se nuk ka ardhur në Basra ndonjë prej shokëve të pejgamberit alayhi salatu wassalam më i dobishëm dhe më i mirë se sa Imran ibn Husein. Këtij burrit madh melekët i jepnin selam. Pra melekët e kanë përshëndetur Imran ibn Huseinin me selam. Kush e bëri që këtij të japin selam melekët? Devotshmëria e tij, sinqeriteti i tij dhe sabrin e madh që e ka pas Imran ibn Huseini radhiyallahu anhu. Ishte prej njerëzve më të durueshëm. Ishte burri i cili i ka përballuar sprovave që i madhi Zoti kishte sprovuar këtë njeri. Edhe vuante prej smundjes së hemoroideve, plot 30 vite. Mirë po kjo smundje nuk e ka largu Imran ibn Huseinin prej ibadetit karshi Allahut subhanahu wa taala. Njëherë Imran ibn Huseini e ka përdorur el-kej, pra shërimin nëpërmjet të djegës me hekur të nxehtë. Dhe pas kësaj melekt e ndërpritën dhënien e selamit së tij, e kuptoi një gjë të tillë, e la mjekimin me kej dhe vazhdoi duke duruar në dhimbtën dhe smundjen që i modhi Zoti kishte sprovu dhe më pas përsëri u kthyen dhe i dhan selam melek dhe vazhduan të i jepnin selam deri në vdekje. Imran ibn Huseinit, kur i ndu sëmundja shumë dhe u shtre në shtratin e vdekjes, ku ka qëndruar një kohë të gjatë i shtrirë në shtrat prej sëmundjes, kanë ardhur dhe kanë vizituar dhe i kanë thonë, pse nuk pe lut Allahun e lartësuar për shërim? Është përgjigjur o vëllezër duke thonë, jo, derisa sëmundja ime të barazohet me shëndetin tim. Kur bëhen baraz smundja eme, edhe shëndeti im, pra sa kam qenë i smund dhe sa kam qenë i shëndetshëm, atëherë do t'i drejtohem Allahut të lartësuar dhe do të kërkoj për Allahut të lartësuar të më shëron. Pra ka pas turp me kërku për Allahut shërimin, edhe pse një gjë e tillë pra është e lejuar. Imran ibn Huseini radhiyallahu anhu ka transmetuar 180 hadithe të pejgamberit alayhi salatu wasalam. Dhe hadithin e njohur të personit të sëmur se si mu fal, pikrisht është Imran ibn Huseini transmetuesi dhe vetë pyetësi që e ka pyet pejgamberin alayhi salatu wasalam, dhe këtë hadith e kemi tek Imam Muslimi
tek Imam Buhariu me numër dorë 1117, ku thot vet Imran ibn Husein radhiyallahu anhu, thot kam vuajtur shumë prej hemoroideve. Shumë kam vuajtur prej hemoroideve dhe thot e pyeta pejgamberin alayhis salatu wassalam rreth namazit dhe në atë rast i dërguari i Allahut më tha, falu në këmbë, nëse nuk mundesh, falu ulur, nëse nuk mundesh, atëherë falu shtrir. Imran ibn Husein ka qenë këshillues i madh, i ka këshilluar njerëzit dhe këshilla e tij ka qenë e përgjithshme, po sidomos ka urrëtur të përzihet në fitne, ka urrëtur të përzihet në trazira. Dhe vetë thoshte Imran ibn Huseini radhiyallahu anhu, të kujdesesha për delet e mia të vogla në maje të malit derisa të më vije vdekja, kjo do të ishte më e dashur për mua se sa ta gjuja dikënd me shigjet, njërë nga të dy anët, qofshin ata të drejt apo të gabuar. Pra nuk është futur fare në fitne dhe në trazira. Imran ibn Husein ka marrë pjesë në disa betejë me pejgamberin alayhis salatu wassalam. Dhe një ditë për ditëve ka dalur i veshur bukur para njerëzve, Imran ibn Huseini. Edhe kur e kanë pa të tjerët janë habit, janë çudit. Ndërsa ai thot, a nuk e kujtoni fjalën e pejgamberit alayhis salatu wassalam, dhe këtë hadith e gjejmë tek Imam Tirmidhiu dhe Imam Ahmedi dhe shpreh haditheve të sakta se kur Allahu i lartësuar ja jep robit të tij një të mirë, një mirësi, dëshiron që ajo mirë dhe ajo mirësi të shihet tek ai, tek kush? Tek robi. Për ato dhe është vesh bukur dhe ka dalë para njerëzve dhe ka tregu këtë hadith të pejgamberit alayhis salatu wassalam. Ebu Katade radhiyallahu anhu transmeton një hadith se çfarë kishte ndodhur mes Imran ibn Huseinit dhe Busher bin Kabit, i cili thot shkuam tek Imran ibn Huseini me disa prej burrave për ta vizituar dhe në mesin tonë ishte edhe Busher bin Kab. Dhe Imran ibn Huseini na tregoi një prej haditheve të pejgamberit alayhis salatu wassalam, në të cilin thuhet se i tër turpi është vetë mirë. I tër turpi është vetë mirësi. Atëherë Busheri i tha Imran ibn Huseinit, o Imran ibn Husein, kemi hasur në për disa libra ose në për disa urtësi ku thuhet se turpi sjell qetësi, turpi sjell rehati për Allahun, dhe turpi sjell edhe dobësin. Aq shumë u hidhru Imran ibn Huseini sa që thotë e kuptuam nga sytë e tij, pra sytë e tij u skuqën dhe ju drejtu këtij personi dhe i tha, vallë, a nuk peshet ti se unë po të transmetoj hadith të pejgamberit alayhis salatu wassalam, ndërsa ti po më kundërshton mua këtë hadith? Hadithi është tek Imam Muslimi me numër dorë 37. Pra Imran ibn Huseini u hidhrua me Busherin, sepse ai me fjalën e tij kishte përmendur dobësinë e cila sipas tyre buron nga turpi. Kurse Imrani kishte përmendur hadithin e pejgamberit alayhis salatu wassalam, në të cilin thuhet se i gjithë turpi është i mirë, i gjithë turpi është i mirë. Prandaj o vëllezër, shokët e pejgamberit alayhis salatu wassalam janë hidhru ndaj atij personi i cili ka pas guxim me kundërshtu hadithin e pejgamberit alayhis salatu wassalam, sepse kjo, pra, e kanë llogaritur kundërshtimin hadithit të pejgamberit alayhis salatu wassalam si kundërshtim me imanin, me besimin. Para se të vdiste Imran ibn Husein, e la testamentin për nënat e fëmijëve të tij dhe tha, kush çan me zë për vdekjen time, thot ai nuk do të trashëgon asnjë sen prej meje. Kush çan me zë për vdekjen time, nuk ka me trashëgu asnjë gjë prej mallit dhe pasurisë që e ka pas, ka vdek në vitin 52 Hijri. Ka shumë o vëllezër për me fol për këtë sahabi të nderuar, pra Imran ibn Huseinin, po inshallah mas përfundimit të ndodhive, pra kësaj teme, ndodhive të pejgamberit me sahabët, do të flasim një temë tjetër ku do të folim për sahabët, pra shokët e pejgamberit alayhis salatu wassalam. I kthemi hadithit. Dhe tham këtë hadith e gjejmë tek Imam Buhariu dhe Imam Muslimi. Pra ku protagonist është Imran ibn Huseini radhiyallahu anhu. Thot Imran ibn Husein, një ditë për ditëve dolëm në udhtim me pejgamberin alayhis salatu wassalam dhe kemi ecur tër natën.
Dhe në fund natës ulëm thot me pushu. Dhe thot gjumi na mundoj. Na kapi gjumi gjithë. Thot nuk ka sen më të ëmbël se më të mirë se me të marr gjumi kur ti e i lodhët. Thot kredve thot gjumi thot na mur. Pastaj ajo që na nxori gjumi neve ishte nxehtësia e diellit. Dhe i pari thot i cili u çu prej gjumit ishte Ebu Bekri radiallahu anhu. Ndërsa pejgamberi alayhi salatu wasalam e ka po zakon që kur ka fleti dërguari Allahut mos me zgju askush. Pse? Derisa të zgjohej vet, për arsye se thënë kanë tregu sahabët, nuk e dinim se çfarë do të ndodhë gjatë gjumit të pejgamberit alayhi salatu wasalam. E kanë lënë mu zgju vet. Dhe pastaj thot u zgju edhe një person tjetër, dhe një person tjetër pastaj u zgju Omeri radiallahu anhu. Kur u zgju Omeri dhe e pa se çfarë kishte ndodhur, dhe e pa se njerëzve dhe ati i kishte ikur falja namazit sabahit, si njeriu i rrep që ishte Omeri radiallahu anhu, filloi para njerëzve me ngrit zërin me tekbir. Dhe vazhdoi ta ngritë zërin derisa e zgjoi pejgamberin alayhi salatu wasalam prej gjumit. Dhe pastaj njerëzit shkuan tek i dërguari Allah dhe filluan të ankohen tek pejgamberi alayhi salatu wasalam dhe t'i thonin: "O i dërguari i Allahut, ka ndodhur kështu, na ka ik neve falja namazit sabat", ndërsa i dërguari i Allahut për t'i qetësuar ata, ju tha s'ka gjë, pra nuk prish punë, mirë po thot duhet të zhvendosemi prej këtij vendi. Pasi që unë ngritëm, thot Imran ibn Husejni, nuk shkoj shumë, dielli u zbar thot plotësisht, atëherë pejgamberi alayhi salatu wasalam u dal, kërkoi ujë për me marr abdes, mori abdes, pastaj thot u thirrë zoni, thot gjithë së bashku ne e falëm namazin e sabat mrapa pejgamberit alayhi salatu wasalam, ndërsa thot pasi që përfundum namazin e sabat, i dërguari Allahut e vrejti një person tjetër i cili ishte larguar prej xhamatit dhe nuk ishte falur me neve. Dhe pejgamberi alayhi salatu wasalam ju drejtu dhe i tha: "O robi i Zotit, çfarë halli ke ti? Pra çka të pengoj ty mos mu fal me xhamat?" I tha: "O i dërguari Allahut, jam zgjuar xhunup." Dhe pejgamberi alayhi salatu wasalam i tha atij: "Shfrytëzoje dheun se ajo të mjafton ty edhe fale namazin." Thot Imran ibn Husejn, vazhdum rrugën derisa disa prej njerëzve që ishin me neve, parafërsisht kanë qenë mbi 40 burra, 40 sahab, filluan të ankoheshin tek i dërguari i Allahut për etje, mungesë të ujit. Dhe i dërguari i Allahut u ndal, më tha mu dhe disa të tjerëve: "Dini dhe kërkoni ujë." Thot Imran ibn Husejni radiallahu anhu, dolëm për të kërkuar ujin, dhe gjatë rrugës hasëm tek një grua e cila shalonte devën e saj, dhe mbi deve i kishte 2 bidon me ujë, pra 2 qalika të mbushur me ujë. Dhe i tham: "Na trego se ku është uji?" Thot: "Uji është shumë larg." Thot: "Ku?" Thot: "Është sa me ecë një natë e një ditë." Dhe pastaj ajo tregon aty dhe thot burrat nuk janë prezent, kanë shku për me marr ujë. Dhe pastaj thot: "Unë jam nën e jetimave." E thot këtë llaf për me rujt veten e vet. Pra nuk i njefte se këta ishin shokët e pejgamberit alayhi salatu wasalam. Atëherë sahabët i thanë: "Eja me neve, të dërgojmë ty tek i dërguari i Allahut Muhamedi sallallahu alaihi wasallam." Tha: "Po më dërgoni tek ai person për të cilin thën ka dalur prej fesë, i dhujtarët, kështu e kanë quajtur pejgamberin alayhi salatu wasalam, dezertuesi fesë i dhujtarisë, ndërsa i dërguari i Allahut ishte në hak në fen islamin, në fenë Allahut të lartësuar." I thanë: "Pikrisht tek ai po të dërgojmë ty." E sollën këtë grua tek i dërguari i Allahut, i treguan për dodhin se çfarë kishte ndodhur me të. I dërguari i Allahut urdhëroi që e të zbret prej devës, dhe pastaj i dërguari i Allahut kërkoi një enë, dhe pastaj i dërguari i Allahut shkoi tek bidoni i asoj gruaje, e qeli, e mur një enë me ujë, pastaj i qeli grykat e bidonit, dhe pastaj ju drejtua sahabëve dhe ju tha: "Ejani dhe pini që të gjithë sahabët pijen ujë, gjithë sahabët i mbushën enat e tyre me ujë." Dhe pastaj dërguari i Allahut Muhamedi sallallahu alaihi wasallam me thirrje dha sahabiun i cili e kishte falur namazin e sabat me tejmum, i tha: "Mbushe enën tënde me ujë, laju edhe shko edhe pastro me të."
Gruaja o vëllezër po qëndronte me një anë dhe po shifte se çfarë po bën i dërguari i Allahut Muhamedi sallallahu alaihi wasallam me ujin e saj. Thot transmetuesi, betohem në Allahun e lartësuar. Edhe pse u mur gjithaj ujë prej 2 bidonave, thot ato bidona dukeshin të mbushur aq shumë sa që nuk plasën prej ujit shumë që kishin të. Dhe pastaj dërguari i Allahut Muhamedi sallallahu alaihi wasallam u kthy ka ne, thot Imran ibn Huseni, dhe tha tu bojnë një pak ushqim për këtë gru. Dhe pastaj njerëzit, thot sahabët, filluan të mbledhin atë ushqim të pakët që e kanë pas prej llojit të hurmës axhve, thot prej millit, prej çullit, e kështu me radhë, secili që kishte nga pak, thot e tubuam, ja qitëm, thot sahabiu me një bohçe, dhe pastaj bohçën ja vendosën për mideve, dhe i dërguari i Allahut Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ju drejtua asaj dhe i tha: shko dhe ushqej fëmit e tu me kët, sepse tha jem nën, çka? Jem nën jetimësh. Tha shko edhe ushqeu fëmit e tu me kët, dhe i thot i dërguari i Allahut, të dije mirë se ne nuk ta kemi harxhuar ujin tënd, por neve na ka furnizuar Allahu i lartësuar. Kthehet kjo grua tek familjarët e vet, të cilët e presnin që e të sillte ujë. Mirë, po kjo ishte vonu. Dhe ata e pyetën, pse u vonove kaq shumë? Ju tregoj dhe tha, për çudi thot më kanë taku 2 burra, edhe më kanë marrë thot edhe më kanë çu tek një person, të cilit i thonin se e kanë ndru fen, edhe e kallxon pastaj ka vepru kështu komplet atë pjesë të hadithit që ne pak më parë e treguam. Dhe pastaj thot, betohem në Allahun e lartësuar, se ose është magjistar ndër të gjithë njerëzit që ndodhen mes këtij dhe bëri me gisht tregues dhe të mesën drejt qiellit, që në kupton mes qiellit dhe tokës, nuk ka magjistar më të fortë se ai, ose me të vërtet ai është i dërguari i Allahut. Ose thot me të vërtet është ai i dërguari i Allahut. Që nga ajo ditë, sa që i dërguari i Allahut ka dërgu ushtri për t'i luftuar idhujtarët, në atë vend ku ka qëndru kjo gru, besimtarët para sahabët nuk e kanë sulmu atë vend. E kanë largujen kujdes që mës me sulmu atë lagje. Dhe një ditë për ditëve, kjo ju drejtohet atyre burrave të asaj lagje të atij fisit dhe thot: më duket se këta njerëz, pra shokët e pejgamberit alayhis salatu wassalam, po ju kursejnë juve qëllimisht, pra nuk po ju luftojnë juve. Kështu që a nuk po mendoni pak ju edhe me pranu, thot ju, islamin? E dëgjuan fjalën e kësaj grue dhe gjithë së bashku e pranun islamin, pra u bënën musliman. Këtë hadith e gjem tek Imam Buhariu 344 dhe tek Imam Muslimi 682. Kjo ishte ndodhia që ka ndodhur mes sahabiut të nderuar Imran ibn Husenit radiallahu anhu dhe pejgamberit alayhi salatu wassalam me këtë grua e cila e kishte pranuar islam. Të nderuar vëllezër, dobi dhe mësimet janë të shumta që mund t'i nxjerrim prej këtij tregimi. E para është të gjithë shokët e pejgamberit alayhi salatu wassalam kanë qenë të kujdesshëm për namazin. Dhe për tyre ka qenë edhe Omeri radiallahu anhu. Kur ka pasë i ka ikur koha namazit, ka fillu me ngrit zënin, duke thirrur emrin e Allahut me tekbir, dhe jo duke bërtit ose me thonë pse su fare, çka bone tek bone, çush na iki xhumi e kështu me radhë. Jo, po e ka ngrit zërin e tij me tekbir, duke përmendur fjalën, duke përmendur Allahun e lartësuar. Dobia tjetër është, vëllezër, se lejohet falja namazit me i herë masi që ty të del xhumi, pra të ka zonë xhumi, ose të ka ik namazi, ose ke pas në një arsye, zotruna, edhe për shkak të asaj arsye ke harru se ti duhet me fal namazin, në momentin kur ty të kujtohet, duhet mu ngritë dhe me njerë me fal namazin. Sepse Allah subhanahu wa taala nuk e dënon robin e tij për shkak të harresës, edhe nuk e dënon për shkak të xhumit. Për atë dhe i dërguari i Allahut ai qetësoi sahabët, tha s'ka dert, s'ka gjë. Largohemi prej këtij venit, u larguan pak dhe pastaj pra urdhroi që me fal namazin e sabahit. Pse? Sepse feja nuk është vështërsi, por feja është lehtësim, o vëllezër. E jo me shtrëngu, edhe me vështërsu. Dobia tjetër është, o vëllezër, se në mungesë të ujit njeriu merr temum. Kur s'ka ujë, merr temum. Pra temumi vlen edhe
për largimin e gjunubullëkut. Tejmumi vlen edhe nëse gruaja është me cikël dhe është pastru prej ciklit, nuk ka ujë, merr tejmum për me fal namazin. Kur të vjen uji, lahet pastrohet, sikur si gruaja me cikël, po ashtu edhe ky i cili është domethënë i papastër, gjunubullëk, lahet pastrohet, mirë po nuk e përsërit namazin. Nuk e përsërit namazin, sepse i dërguari i Allahut Muhamedi sallallahu alaihi wasallam kur e gjet ujin, çfarë i tha atij? Merr ujin edhe laju. Të ishdash me përsërit namazin, i kishte thonë këtij përsërit e namazin. Ka ardhur një transmetim tjetër ku dy prej shokëve të pejgamberit alayhis salatu wasalam kanë qenë në udhtim. Hadithi është i saktë. Edhe nuk kanë gjetë ujë për me fal namazin dhe kanë marrë tejmum. Nuk kanë ditë se çish me marrë tejmumin, njëri për ty mos sjell kështu në përdhej. Edhe pastaj e kanë fal namazin. Dhe kur kanë gjetë ujë, ky ka thonë jo, unë po marr ujë dhe përsëriti namazin. Ndërsa ky tjetri ka thonë, unë nuk marr. Nuk e përsëriti namazin. Edhe kanë shkuar dhe i kanë tregu pejgamberit alayhis salatu wasalam. Këti që nuk e ka përsërit namazin, i ka thonë, e ke qillu sunetin. Ndërsa këti i ka thonë, ti i ki dy shpërblime. Amon këti i ka thonë, e ke qillu sunetin. Pse? Ka mjaftu ajo. E ke kry namazin. Dhe më thonë, nëse falet një namaz me tejmum, e gjen ujin, lash, pastrosh, nuk ke nevoj me përsërit atë namaz. Dobia tjetër vëllezër është se nëse ka ik namazi për shkak të xhumit ose për shkak të arresës, duhet me thirrë zonin, duhet me thirrë ikametin, edhe pastaj më fal, se kështu ka urdhëruar i dërguari Allah dhe kështu po në hadithe vetë të kësaj ndodhie. Pra, mas një kohë i dërguari Allahut urdhëroi me thirrë zan, edhe u falën pra gjithë sahabët mbrapa pejgamberit alayhis salatu wasalam. Dobia tjetër është se edhe në këtë hadith dhe në shesh mrekullia e shtimit të ujit nga Allah. Derisa, siç e përmendën në hadith, mbi 40 burra kanë pi prej atij bidoni ujë. Dhe kjo tregon se Allah subhanahu wa taala e ka mbështetur të dërguarin e tij Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, sepse i Madhi Zot ka fuqi mbi çdo gjë. Dobia tjetër në hadith është bujaria dhe morali i lartë i pejgamberit alayhis salatu wasalam. Si e mori ujin asoj grue, nuk e shfrytëzoi fare. Kanë ardhur disa transmetime, e ka spërkat me pshtymën e vet, edhe është bo bereqeti me ndihmën e Allahut subhanahu wa taala, ka bo dua i dërguari Allahut për shtim të ujit dhe për bereqet, edhe i ka urdhëruar pastaj sahabët që me mbledh mall dhe ushqim mi dhon asoj grue, sepse ajo ishte nënë jetimeve. Dhe kjo tregon se sa i drejt, sa bujar ka qenë pejgamberi alayhis salatu wasalam. Dobia tjetër është se sahabët kanë pas edukat të madhe. E pa në hadith, nuk ja kanë prit zhumin pejgamberit alayhis salatu wasalam. Kanë prit derisa ai vetë zgjohet. Ndërsa Omeri, natyra e tij ka qenë kështu, e kanë ngrit zonin për shkak të ikjes së namazit, jo për shkak të ngritjes zonit ndaj pejgamberit alayhis salatu wasalam. Ndërsa dobia tjetër është vëllezër se udhëzimi i njerëzve përmes mrekullive dhe argumenteve është një prej shenjave që ai pastaj mundet me pranu Islamin. Kjo gru, kur e pa mrekullin se si ushtui, kur e pa argumentin që ishte i dërguari i Allahut, ajo e pranoi Islamin, pra u bë muslimane. Dobia tjetër është se durimi i sahabëve në sprova dhe në vështërsi, kanë ecë, s'kan pas me ëngër, s'kan pas me pi, kanë duru, derisa në mbështet dhe kanë shkuar të dërguarit e Allahut, kanë thonë ke mungesë të ujit. Dobia tjetër është rëndësia e xhamatit dhe kujdesi për namaz. Pra në momentin kur i dërguari i Allahut dha selam, e po ato ai nuk u fal, larg xhamatit dhe çka të boni ty, mos më fal me neve. Pse thot ti u largove prej xhamatit. Dhe dobia funit është pra sjellja e mirë e shokët e pejgamberit alayhis salatu wasalam, kur e takuan atë grua mbi deve me ujë, sjellja e mirë e tyre, mirësia e tyre, butësia e tyre, sjellja e mirë e pejgamberit alayhis salatu wasalam ka bëçi komplet fisi i saj, komplet ai vend me pranu Islamin. Ky është dersion për sonte. E lutim Allahun e lartësuar të na fal, na mëshiron deri në derset tona të radhës, pas haxhit inshallah do të vazhdojmë përsëri sepse nuk do të jemi këtu parafërsisht një muaj ditë.
Allah i rujtë e nderovtë e na boni halal. Amin.